është për keqardhje. Nuk mund ta kuptojmë kurrë. Do të mbetet një nga enigmat më të mëdha, një nga çuditë më të mëdha, dhe njëkohësisht një nga të pavërtetat më të mëdha. Si ka mundësi Islamit mjan vesh mungesën e mëshirës? Qysh ka mundësi dikush i cili ka njohuritë më themelore, njohuritë më elementare, s'po flasim për ata cilët e njohin Islamin në parime dhe në bartjen e këtij Islami gjatë historisë, por po flasim për ata cilët e kanë njohuritë më themelore. Si ka mundësi dikush bartës i Islamit ta zhvesh veten e tij nga mëshira? Dhe si ka mundësi dikush jashtë Islamit me e gjyku Islamin për mungesën e mëshirës? Është e pamundur. Është e pamundur. Domethënë, rezultati i vetëm i kësaj është ose i qëllimshëm ose me mungesën e njohurive dhe mungesën e dijes që në kanë. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam në shumë hadithe na mëson dhe na tregon se mëshira është shenjë e imanit në zemrën e besimtarit. Pra po flasim për një diçka e cila është shumë madhore dhe njëkohësisht për ne si besimtar është domosdoshme, sepse nuk kuptohet ndryshe. Pra nuk ka mundësi me u pretendu pastërtia e zemrës në të cilën zëvend imani në mungesë të mëshirës. Andaj thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, "Men la yarham la yurham." Ai i cili nuk mëshiron, ai nuk do të mëshirohet. Pra prezenca e imanit në zemrën e njeriut jo domosdoshmërisht e tërheq edhe mëshirën e Zotit për ta. Pra çfarë do të më bë? Jo, këtë iman dhe këtë besim të cilin e kemi në zemrat tona, duhet ta shoqërojmë domosdoshmërisht me mëshirën tonë ndaj të tjerëve, nëse dëshirojmë me tërheq mëshirën e Allahut subhanahu wa taala ndaj nesh. Dhe çështja është shumë madhore, çështja është shumë e madhe. Këtë tematikë dhe kjo temë nuk është temë, po themi, që kalon në grumbullin e atyre temave, po u kënaqem valla duke ndëgju. Jo, përveç kënaqësisë së ndëgjimit, është një lloj goditje për të na zgjuar nga gafleti dhe nga shkujdesja dhe për ta pa veten tonë. Kushdo që nuk mëshiron të tjerët, e ka humbur të drejtën e marrjes dhe e zbritjes së mëshirës nga Allahu subhanahu wa taala për ta.